jo vetëm njerëzit e PDK-s që kanë kërku, po ka dhe njerëz të partive tjera që pa pasur absolutisht asnjë arsye kanë bërë fushat kundër tij. Nuk duhet harruar se Partia Demokratike e Kosovës është përballur me problemin më serioz 5 vjet më parë. Pra vetë fakti se kryetari themeltar, pra presidenti i vendit, u detyrua të jap dorëheqje nga pozita e presidentit, pra ish themeluesi dhe ish kryetari i Partisë Demokratike, lider historik i PDK-s, dhe pastaj po ashtu dhe pasuesi i tij, Kadri Veseli, si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, u detyruan të japin dorëheqjet me dëshirën e tyre, por vetë fakti i Hagës i detyroi që të marrin vendimin e tyre. Dhe pavarësisht nga kjo përballje, nga ky problem, ballafaqimi i Partisë Demokratike të Kosovës nuk ishte i lehtë, edhe përkundër gjitha atyre akuzave, sidomos nga ata që sot e 5 vjet e qeverisin vendin, për akuzat e papara kundër tyre, pa e përjashtuar atë prëntën e Adem Grabocit e të tjera rastet të tjera në gjitha institucionet, pra duke pretenduar se gjithçka që ka bërë Partia Demokratike, qoftë vetë apo me koalicion, kanë bërë zeza Kosovës, pra kanë përdorur duke thënë se kanë shkatruar. Dhe tash, gjitha ato përplasje, gjitha ato probleme me cilët është përballë, Enver Hoxha u mundua të evitoj, por nuk arriti, ndërsa Memli Krasniqi, një kuadër i ri, i cili u vunë në PDK, që në themelim, pra duke qenë pjesë e forumit të rinisë së Partisë Demokratike të Kosovës, dhe pastaj në kryesi qendrore, ose si ministr, ose si deputet, po është një njeri që megjithatë i ka evituar gjitha ato probleme, ato përballje dhe ka arritur të stabilizojë partinë. Madje në zgjedhjet qendrore të 21-shit, pra nuk doli partia e tretë, po doli partia e dytë. Në zgjedhjet qendrore prapë të 25-s, doli prapë partia e dytë. Dhe po ashtu në zgjedhjet lokale, Partia Demokratike e Kosovës ka rezultate. Vetë fakti se në Prishtinë është rritur madje në mënyrë të paparë, për herë të parë kemi këtë rezultat të Partisë Demokratike të Kosovës. Po të mos ishte në krye të detyrave dhe i përgjegjshëm, do të kishte probleme serioze, jo vetëm në kryeqendër, por edhe në komuna tjera. Po megjithatë, përkundër gjithë atyre zhvillimeve, atyre problemeve, atyre tendencave, sepse tash jo vetëm njerëzit e PDK-s që kanë kërku, po ka dhe njerëz të partive tjera që pa pasur absolutisht asnjë arsye kanë bërë fushat kundër tij.